Sëmundje barku, çfarë quhet? Çdo sëmundje që ka të bëjë me barkun, stomaku, deri tek fshikza. Çdo gjë që përfshin barku, sëmundjet abdominale, quhet abdominale? Po. Që mund të jetë prej kancerit, mund të jetë prej ku dëgjon, prej 1.240.000 arsye mund të ketë, vdiq me sëmundje barku, quhet te Allahu shahid. Mund të jetë kancer stomaku, kancer mëlçinje, pankreasi, tëmthi, zorë të trasha, zorë të holla, apandesiti, fshikza, rrugët urinare, mëlçinja e bardhë, se e ka barku mëlçinja e bardhë funin, mëlçinja e zezë. Çfarë na ka ngel tjetër? Gjëndrat që mund të jenë aty. Veshkat se di. Ndoshta dhe veshkat, se di për veshkat, sepse veshkat janë mrapa, po ndoshta mund të futen ka abdominalet.